Banorët e fshatit Baksariot në Velipoj kanë protestuar këtë hënë duke mos lejuar hyrjen e makinerive të rënda në zonën e plazhit ku pritet nisin punimet për ndërtimin e një resorti turistik. Banorët shprehen se projekti parashikon marrjen e tokëve të tyre nga biznesmeni Bashkim Ulaj, ku theksojnë se kanë të gjithë dokumentacionin. Banorët paralajmërojnë se kjo tokë nuk lëshohet pa u larë me gjak, pasi konsiderojnë grabitje, ndërkohë të martën banorët kanë lajmëruar për bllokim të rrugës Shëngjin-Velipoj. Na jena me drejt zotit jena në tokë tonë. Na jena me letra e me venim me gjykatash dhe me të tona. I bajmë thirrje shtetit, i bajmë thirrje bashkimullës, i bajmë thirrje çdo njeriu, si mos na bien në qafë se kjo tokë do të mbrohet me zak. Jeni tona mediat dëshmitare, si në mas, se qa ka nëllë këtu, edhe qa do të nëllin. Kjo tokë nuk do të lëshohet pa u la me zak. Kujse Bashkim Ulaj, na ka kërku 3 herë me ra dokët me ta për punë pazarit. Dhe na nuk kena ra dokët për punë pazarit, arsyeja se aj pak, kujse me dhënë ma çmim, na ma mirë me shku mu me të në bunë. Me çmimin si na ka vonaj. Dhe aktualisht qohet sot, dhe bjen fadromat, dhe bjen shtetin, ne me nasit faret me të në qakena. Do blokohet rruga nese nacionale Shëngjin-Velipoj. Do më lidhen gra fëmija, këtu do të bëhet një zakderdhje si nuk ka po njëherë kur në tonë këtë botë. Faza e ndërtimit tani është rruga, që po s'bani rrugën e nuk ka si shkon të prona. Dhe kjo rrugë që kalon këtu, është e fshatarëve, që ne sot për sot jena për rrugën këtu, gjithashtu jena edhe për prona. Ne jemi në prokurin spak për hetimin e venimeve gjyqësore që ka marrë Fatmir Speca, gjithashtu jemi edhe në proces gjyqësor për fitimin e pronës tonë si pronar të vjetër. Do ketë përplasje fizike. Do ketë, do me thonë, nuk ka mundësi se një liri a fitu në asnjë shtet botë pa gjak. Edhe këto liria e jonë është prona. Faleminderit që na lanë me fol, po tjetër liri ne nuk kena. Toka është e jona, ai s'ka punë një tonën. Qa dënë? Dënë ramuj, dënë luft. Po shishtu nga ka ardhë puna. Shkojmë shtet nuk ka. Anë kotë fugara si vetë ka ma. Po shna s'dim qa me ba. Pa ta shumë fundin shpit vetë gjithë se kush e ban ligjin vetë. Ka me arë kohë se të në ligjin këna me ba vetë shpiton. Toka është e jona. E nuk është e kërguj. Do në venin ton, jo me në gasmu. Jena marrë vesh 2-3 herë me te, jena marrë vesh me shtet edhe me privatësi. Aj që dënë, me marrë falë. Ja maj mëtëra, nuk e merë falë aj. Edhe një vit më parë, banorët e ngritën në protesta për të njëjtën çështje.